Përshëndetje miq të televizionit Arbëria, mirë se po takohemi atë këtë të shtunë me emisionin Ardhja Antigona. Sot kemi ardhur me një ngjarje mjaft të qëllueshme, sepse po promovohet libri për Ali Pashtë Pelenën i autorit Luan Toashi. Se kush është ai? Ndiqni intervistën në vazhdim. Luan Toashi është një artist, muzicient, dizajner grafik, profesor fakultet, autor I librave. Po, si filloi kjo dashuria jote për librat, për me shkru librat juve? Kjo është libri I treti imi, për ndryshe, libri I parë ka qenë lidhje për dizajnin grafik, I dyti për Skënderbeun, dhe I treti tash për Ali Pashtë Pelenën. Si ka fillu bas studimeve të mia, hulumtimeve shumë vjeçare, veçanërisht gjatë Skënderbeut të Kumvaret që edhe një personalitet I kemi shumë të rëndësishëm si Ali Pashtë Pelena, një shqiptar I cili ka qenë një administrator I një territori shumë të madh shqiptar në fund të shekullit 18, fillim shekullit 19. Edhe tash e kemi një përmbledhje të... Po, atëherë, jo e cakët që jeni edhe profesor, po të njëjtën kohë dhe po botani libra, po shkruani libra. Shkruani, shtëpia botuese. Patjetër. Ku ju flan më shumë zemra? Si profesor apo si shkrimtar? Profesor me studenta, I du shumë studenta. Ne kam 200-300 studenta, se jap shumë land, është landja. Si muzicient për vitit 82, marrë pjesë në bende. Tash përgatitet 2 këngëve 3. Shumë shpejt do të delë spot I ri. Apo? Shumë shpejt. Ka mund të fillit javën tjetër. Edhe kom formu dhe një band të ri, tash me një generatë timen, me 2 djemë shumë talentu. Dhe ku më flenë, që kam flenë? Shpirti jam është artistik. Unë jam I ndonë. Po, artist aftëri, çka ju kisha thonë përderisa po I shohim që po mirë? Artist tash varësisht në çfarë fushë të artit. Më thonë artista të vizual, më thonë dizajnit, apo muzikor. Në përgjithësi, krejt artistave që për shembull mirën veç me një projekt. Unë mendoj që duhen me studiu, me hulumtu më shumë edhe historinë të kaluarën. Do më thonë muzika nuk fillon prej ditës sot. Piktura nuk fillon sot, arti nuk fillon sot. Do më thonë duhet të shikojmë këta çka kanë bërë para neve, që ti marrim referencat, se çka është mirë, çka s'është mirë. Patër, po na intereson, se këto paka shumë I dim edhe ne, po si qysh u kam fëminia jote, se më intereson shumë e di për artista, qysh e kam pas fëminin? Fëminin e kam kalu në lagjën Ulpiana, aty kam lind, në ndërtesën C12, shumë afër kishës Shëndov. është si referencë ku gjindet në cilën pjesë të Ulpianës. Kështu që merit pa internet, merit pa telefona mobili, merit pa antena satelitore, pa kablovek. Më thonë, shumicën e rinisë e kemi kalu duke luajtur. Lojna thmive. Socializing, sot pëthojnë kësaj çështje. Luani vogël për shembull, a e kish marrë mendja që kish më bë ky artist I madh që është sot? E kom ditë. E ke ditë?
Zemra, ka 100 ditë, unë do të filloj do të mirë. A keni pas ndonjë ëndër tjetër përveç me qenë shkrimtar, profesor edhe muzikant? Nuk e di, unë gjithë aty kam provu, veç kam s'po di ku, ku më këtu, këtë botën e ku më këtu. Po, Në Skënderbeu nuk më lënë vetë, shku, Rali Pashën, po ashtu, domethënë muzeet, e kjo arkivat. ndjenja e patriotizmit ç'është lindë Luan? Po lind vetë bas familjes, bas rrethit, bas vendit ku jeton. Dhe është shumë normale. E ç'është është për shemb? Një njeri i cili nuk e don vendin e vet, nuk i don njerëz të rreth vetit, veçanërisht ata të cilët kanë bërë diçka në historinë e popullit shqiptar. Atëherë ku po mbesim na. Atëherë ku këtë me doshna. E vërtet, po çfarë ndjenje për juve ishte me shkru për heroin Skënderbeun? Nuk ka ndjenjë më të madhe. Nuk mos ajo është krye heroi i gjithë shqiptarëve, kudo që janë. Çfarë do fej takojnë, çfarë do mendimi kanë, çfarë do kulturë që kanë, çfarë do dialekti që ne flasin ata gjuhë shqipe. Skënderbeu është maja e piramidës. Tash. E vërtet. Atëherë në këto promovimet që i keni bot librit, sigurisht ndjetësi e veçantë, po një fjalë që ju ka mbet mend e musafirëve që kanë qenë pjesë e promovimit, cilat kanë qenë ato? Nuk i maj mend bash saktësisht, por po them për promovimin e librit të parë për dizajn grafik i quhet 100 logot e Kosovës, kemi pas shumë njerëz të eminent të dizajnit fushave. Sakt nuk e di, por normalisht që të gjithë kanë thonë gjana superlativ, si për këta, si për Skënderbeun, tash për Ali Pashën do e shohim te. Nuk e di. Atëherë normalisht që kemi fjalë të mira, po si i ri, a keni pas ndonjëherë ndonjë fjalë që ju ka bo pak më një ti keq, mos me vazhdu ndoshta pak? Jo, nuk besoj që ka mujt me ndodha ja, absolutisht, sepse... E që shukan rrethi jot për fillimet tua? Sepse unë nuk jam një person i cili thehen letë. Okej. Sepse besoj fanet, du të anali këtë telefonat. Më thonë, i besoj shumë ideve të mija, punës time, i rrim rrapa asaj, dhe vetëm me këtë mënyrë mundesh me arritë sukses. Se punon fort edhe beson ato çka ti Po, e cika dhe ma herët që fëmiria jote ka qenë me lojra, me shoqëri. Si këtë gjeneratës time. E gjeneratës tonë, dhe po tash gjenerata e re, po vrejet shumë që teknologjia është pjesë e fëminisë. Totalisht dy bota. Fëmijët e sodit janë të izoluar, janë jo socializuar, nuk luajnë, nuk më thonë vetëm kontakti kanë përmes rrjeteve sociale. Njerëzisht. Po si e shihni të ardhmen e kësaj gjenerate? Nuk e shoh të mirë. Kjo është shumë jo e dobishme për një gjeneratë re. Edhe mendoj që kushdo i cili mundet me ndiku, do të me ndiku pozitivisht, që me hjek fëmijët prej pajisjeve elektronike, me shti disi me dalë, me lutë me top, me lutë me lastik për fëmijët, me lutë diçka me bo që me ne të bashkë bisedu, se fëmijët nesër mas nesër nuk kanë me ditë as me shkru, as kanë me ditë me bisedu, me thonë me fjali, me thurë. Ashtu që të mirët ata, nëse ky shtet jonë, apo kushdo që vjen shtet nesër mas nesër, nuk ndikon shkë. Veç edhe pyetja fundit, a mund të shmena të regu që shukan momenti kur ke fillu me shkru për shembull poezinë e parë, ose vargjet e para? Jo, me vargje nuk jo marrën e kur, kom shkru poezi, për aty personalisht nuk i botu. Por kjo ka qenë kryesisht studim për popullin shqiptar. Kryesisht për popullin shqiptar. Më thonë një hulumtim shumë i thellë, detajzuar, maksimalisht. Edhe përfund një mesazh për krejt shqiptar që ndoshta po na ndjekë? Sa përket këtij librit i cili sot është promovimi, Ali Pashte Pelena në arti botror, unë e di që shqiptarët kudo që janë nuk kanë mjaft njohuri për këtë personalitet. Ose kanë një njohuri të gabueshme, jo të saktë. Kështu që ne të lexojmë pak. Punë çka kanë librin, të shfletojnë edhe marrin vesh shumë disa gjëra të cilat nuk kanë ditur përpara. Faleminderit shumë për kohën që ndajt me ne. Shumë faleminderit. E kam pasur numrin e telefonit të një stërmbese, e cila jeton në bursa të Turqisë,
edhe ajo mu ka lajmëruar në gjuhën turke. Për herë të parë unë me kontaktu një pasardhës të direkt, drejt për drejt, të Ali Pashtë Pelenës, edhe e ka shkru një tekst shumë bukur, edhe ajo mendon që këtë vit vjen të viziton Prishtinën, kështu që do të jetë musafire jona këtu, harrova të dërgu tekstin. Dhe do të thonë që libri nuk është vetëm me imazhe, po kemi për shembull edhe hartën e Janinës, e të vizatuar nga një francez, i cili përshkruan hartën çdo detaj, sikur më pas fotografu prej aeroplanit, domethënë kemi çdo rrugë, çdo shtëpi, edhe shihen në përshkrimet e tij autorit, e shohim se si edhe në çfarë mënyre e ka organizu administrimin e Janinës nga Ali Pashtë Pelena. Edhe mu me thonë që ai qytet ka qenë një qytet super modern për atë kohë, ku ka pas ndërtesën e arkivit, ka pas bankën, ka pas postën shqiptare ka pas veç, ka pas spitalin e grave, spitalin e burrave, i ka pas, të gjitha elementet e një qytetit super modern. Rrugët e bukura, parqet, madje ka pas kishat, si ortodokse, si krishtere, xhamit, si për edhe varrezat. Të gjitha, ai ka qenë në të vërtetë ka qenë një liberal shumë i madh sa për këtë fesë. Besoj që profesori pajtohet me mu, se vetë fakti që ai e marton Vasiliqin, pasi që të vdes gruaja e tij Eminia, vetë fakti që ai ka qenë i dashurum në vajzën, me një vajzë 16 vjeçare, por ai pret deri sot i mbush 18 vjet, ajo jeton në oborrin e tij edhe në moshën 18 vjeçare pas vdekjes së Emines, me të cilën ne ishim me shoqet e tij me vizitu varrezën në Janin, edhe aty janë 2 varreza, ajo është varri i trupit të Ali Pashtit, pa kokë, dhe komplet varri i zonjës Emine. Ashtu që me vetë faktin që ky marton një krishtere ortodokse, ajo të tregon që ky nuk ka paragjykime fetare, por është një liberal i plot, sa i përket shumë gjërave. Por puna që ka qenë pak i egër, që tha profesor Abdullahu, është shumë e vërtet, por sipas shumë studiusve, edhe Ekrem Çabej edhe Sami Frashëri në librin e tij, ku flet për Ali Pashtë Pelenën, edhe Ismail Kadare edhe shumë të tjerë e arsyetojnë me një farë mënyre, se thojnë që koha në të cilën ka jetu Ali Pashtë Pelena e ka lyp që vetëm nëpërmes forcës ai ka mujt me e pru një shtet në formim, me pru një rend, një rregull. Edhe një gjë shumë interesante është, mos të zgjas shumë, është puna e kërkesës së Ali Pashtë Pelenës për krimin e një kushtetute të territoreve të tij arbrore. Ai e dërgon një ambasador të tij, apo një njeri të tij, e dërgon në Austri, në Vjenë, tek kancelari, i cili ka marrë 2 poste, Metternich apo, edhe kancelar, edhe ka qenë edhe princ i kohës në Austrisë, edhe në memoaret e princit Metternich, të cilat janë botu shumë më vonë, ku e kemi në libër, edhe 2 faqet e memoareve, ku thotë që Ali Pashtë Pelena thotë ma dërgoi një përfaqësues të tij, i cili erdhi edhe kërkoi që të shkruhet një kushtetut për shtetin apo territorin e ardhshëm shqiptar.